Sabela, top në zonë. Mojses. Përsëri vazhdon aksioni. Karaj. Ka goditur mjaft bukur Andoni. Ka goditur mjaft bukur dhe ka shënuar. Ekipi Tërbunit ka kaluar në avantazh. Minuta e 42 e pjesës së dytë dhe ekipi Tërbunit ka kaluar në avantazh. Ishte një goditje shumë e bukur, shumë e fortë dhe portieri nuk arriti ta prek dhe topi ka përfunduar në rrjetën e tij. Ja, erdhi momenti i bukur, momenti i golit dhe ekipi Tërbunit ka shënuar dhe kryeson me rezultatin 1-0.